sigurisht Zoti thot do t'i bashkojë të gjithë, sepse ai është ai plot urtësi, i gjithdijshëm. Dhe i Zot këtu përdor këto dy emra, pikëparë na jep të kuptojmë që ai plot urtësi nuk ka krijuar kot. Ka një urtësi dhe tubimi, dhe du t'jesh i gjithdijshëm që t'i bësh gjithë këto gjëra. Pasi foli për tubimin, se çfarë përmban tubimi? Përmban rikrijimin. Dhe vini re si vazhdon i se dikush mund të thotë, po si e thash, i Zot që ka shkruar, vargjet e ka ditur edhe çfarë do mendojnë njerëzit, çfarë do lloj kategorie, besimtar, hipokrit, etj. Dhe thotë, ne e krijuam njeriu nga një argjile thatë, e nxjerr nga një balt, po themi maleabile, domethënë e përpunueshme, e butë, e kthyeshme, e elaborueshme, dhe para thotë, krijuam gjinët nga një flakë zjarrt. Dhe kur Zoti ju tha angjëve do të krijoj një njeri nga një argjile thatë, e nxjerr nga një balt, e butë, e elaborueshme, dhe kur ta kem formuar dhe ti kem fryrë nga shpirti im, atëherë bini të sejdëzuar, bëni sejdë para atij, domethënë para Ademit, paqet më shumë të. Atëherë thot angjëjt bën sejdë të gjithë, përveç Iblisit që refuzoi të jetë nga ata që bën sejdë. Të ndalim dhe këtu i Zot, për ata që nuk e dinë, profeti Muhammed paqet më shumë të tha që nga kërbishti u krijua njeriu dhe nga ajo do rikrijohet me farë. Dhe po nga fara do rikrijohemi si bimët. Dhe i Zot u parashtroi edhe faktin se si nga një balt maleabile, elaborueshme, argjil u krijua fara dhe pastaj ju dha forma gjithçka dhe mori formën sipas farës që ishte dizenjuar nga i Zot. E njëjta gjë për rikrijimin nga toka kësaj radhe, por me farën kërbishtin të gatshme. Domethënë kur thotë i Zot, rikrijimin e ka akoma më lehtë, sepse tashmë ka farën në dispozicion. Si u krijuam nga balta, imagjino, pa një farë në dispozicion, imagjino tani, po nga balta, nga toka, po me një farë në dispozicion. Jo nga nëna nën, por nga nëna tokë. Si u krijuam herën e parë. Dhe pastaj ju fryi shpirti dhe u krijua njeriu. Unë gjallë, ajo si ishte, po themi si statuin fillim. E njëjta gjë. Do rikrijohemi, po themi si në formën e si një statuje, por kur i Zot na do ridërgon shpirtin, i Zot do na mësoj që edhe të ngrihemi dhe të paraqitemi para të Zot tezim dhe i Zot na mëson lehtësisht me besim të pastë dhe veprime të mira, sikur do i Zot besë mas brez. Pra ai jep indirekt, i tregon një histori dhe jep indirekt edhe përgjigje për dikë që më thotë, e si do të na ritu boj Zoti? Ja, si do të na ritu boj. Dhe me qëra rasti ka një diçka shumë madhështore, interesante në lidhje me këtë. I Zot më thotë që mos harroj. Dhe i Zot më shtof diturinë gjithashtu, duke më mësuar ta përdorësh edhe i Zot, nga ajo që po thonim, se kjo është një temë tjetër. Për atë që po flitet për entanglement, dy fotone, kur godet po themi me një foton një diçka, dalin dy fotone, nga po i njëjti foton, drite, dhe nëse i ndani që dërgon aq sa duhet, më shumë se me shpejtësinë e dritës lart, ata qëndrojnë të lidhura me njëra tjetrën. Do thonë, po themi plus minus. Dhe nëse e kthen minus nga njëra anë, aty bëhet plus. Nëse atje e kthen minus, këtë bëhet plus. Dhe po themi e dërgohet informacioni, si thonë disa, dërgohet informacioni me një shpejtësi më të madhe se shpejtësia e dritës. Në fakt nuk dërgohet informacioni me shpejtësinë më të madhe se shpejtësia e dritës, por nuk janë ndarë kurrë ata me njëra tjetrën. Pavarësisht se me sy të lirë duket sikur janë ndarë. Sikur mor një foton po mes tyre, po themi është sikur të ndërtohet një autostradë që ne nuk e shikojmë me sy. Dhe ka lidhje me këtë që po themi, sepse sa herë që ne flim gjumë, edhe kur të na vdesim i Zot, shpirtin e merr i Zot. Dhe po themi me trupin e njeriu qëndron si me këtë entanglement. Po themi e ndërlidhur. Dhe dërgohet në qast shpirti dhe futet tek trupi i njeriu. Që po t'ishte për shpejtësinë e dritës, imagjino sa larg është. Thotë i Zot 50.000 vite ngjitja nga toka
në 7 qiejt. Nëse shpirti vjen direkt kur e kthen i majzot, dhe i majzot na mëson të përdorim çdo i majzot. Por në ndërkohë qëndrojnë të ndërlidhur, po themi, me njëri tjetrin. Që ne nuk e shikojmë. Nëse e majzot vendos vdekjen, pastaj do e ridërgon, po në të njëjtin trup ku ishte. Dhe kemi këtu edhe rastin e profetit Ibrahim, paqet madhëshmëta, që i tha, e pyetet majzot për ringjalljen, që i tha bëj copash ca zogj dhe shpërndaj nëpër malje. Dhe u kam lexuar diku që mbajti më duket kokën e secilit nduar dhe shkuan të gjithë, tha do të vinë, i tha i majzot do të vinë me shpejtësi drejt teje. Precipitosamente italisht do me shpejtësi të jashtëzakonshme. Dhe shkuan, si ka mundësi i njëjti zog shkoi tek koka e vet, si tham që lidhet, sepse ishte koka e vet. Qëndrojnë të ndërlidhura. Përveç faktit asaj që thash në një video tjetër që ne jemi konglomerat atomesh, që i komandoni ma e Zot. Kanë koshiencë dhe ato atomet. Dhe shkencëtarët po e shikojnë që kanë koshiencë fizikanët. Dhe i ma e Zot e mundson. Si do ta mundsoj që i njëjti shpirt shkon tek i njëjti trup që ishte. Ja vlen të sqarohet edhe kjo me informacionin që dërgojnë angjët, po themi me shpejtësinë e dritës 300.000 km në sekondë. Ma e Zot nuk ka nevojë që t'i shkojë informacioni nga angjët. E thot profeti ma e Zot, profeti Muhammed paqet madhëshmëri, kur angjët i thonin diçka e din shumë mirë në fakt se çka ndodhur, se çfarë donin në robët e tij, çfarë luteshin në robët e tij. Dhe i ma e Zot e din në qast informacionin. Thot një bakti të kuranor, ne jemi ma afër se vena jugulare juaj. Dhe kjo tregon që tek vena jugulare lexohet një diçka. Se ato mendimet janë ca atome, fotone aty brenda, elektrone, neutrone që formohen, që i ma e Zot na i lexon, dhe që ne pastaj i nxjerrim me zë. Po i ma e Zot s'ka nevojë që t'i dërgohet informacion. Përveç asaj që ne nuk e dim se si ai e bën i ma e Zot që zbret në qiellin e parë nga fundi i natës. Dhe që ne nuk e di, distanca nuk është e njëjtë sigurisht me gjithë fuqinë dhe gjithë diturinë e tij. Por në gjitha rastet nuk ka nevojë i ma e Zot t'ia dërgon dikush informacione që t'i shkon të ma e Zot informacioni pas 50.000 vitesh. Që angjit të udhtojnë në përqiej në kohën e 50.000 viteve. Përveç faktit tjetër që i ma e Zot e ka ditur përpara se çdo të ndodhë dhe gjithçka i shkon në kohë reale, po ndoshta jemi ne ata që si jemi në kohë reale. Por shembull ose rasti i angjëllit Gabriel. Nuk është se, po them, ne nuk mund të themi që ishte në qiellin e 7 ku zbriste shpallë, jo, ishte edhe në qiellin e parë. Si që pa i herë vetë profeti Muhammed, paqet madhëshmëri, e pa larg, e pa afër, dhe zbriste Kuranin. Si pasurit ma e Zot her pas here, pjesë pas pjesë. Po ndryshon qielli i parë me qiellin e 7 e tjerë. Po e tham, kjo vlen për ne, për angjëjt, por jo për të ma e Zot. Dhe këto, domethënë, përsa i përket shpejtësisë dritës, që është absolutisht e vërtetë, gjithsesi kanë të bëjnë me fizikën klasike, teorisë e relativitetit, por jo me atë kuantike. Ajo është ndryshe. Gjërat në kuantike funksionojnë ndryshe. Për ta ilustruar me një shembull, është tjetër njeriu si kallup, si pamje jashtme, është tjetër ato molekulat brenda. Domethënë tjetër janë trupi edhe kur ecën. Tjetër ndryshe funksionon trupi edhe në lidhje me forcën e gravitetit, gjithçka, trupi komplet si kallup, si sa ato atomet që janë brenda trupit njeriut. Dhe e lam tek vargu 31, nduhet ku tha, përveç Iblisit që refuzoi të ishte nga të sejdëzuarit. Dhe në vargun 32 thuhet, u i ma e Zot i tha Iblis, pse nuk je nga të sejdëzuarit? Në vargun 32, kur lidhet me sura 32 do thotë sejdja.
I Zotit dinte shumë mirë pse nuk u sejdëzua Iblisi, por po e pyet që ta nxjerrë me gojen e vet, që ta thot vet, se përndryshe rrezik edhe ta kishte mohuar. Kjo pse e mohon, kjo nuk gënjente dot më Zotit. Dhe ai tha, nuk sejdëzohem, nuk bëj sejdë para një njeriu që krijove nga argjila e thatë, e nxjerr nga një baltë e butë. Binire, pra se sa e rëndësishme është sejdja. Sura 33 titullohet të aliancuarit. Që aliancuan kundër besimtarë, hipokritja, besimtarë, gjithë të shtyrë nga shejtani. Pra ky fakt, kjo gjë i çon njerëzit të përfundojnë me shejtanin në aliancë. Dhe me që e thamë që në kohën e fundit jeni ushtri me Mesian falso, me një sy të verbër antikristi. Jo me Isai, Mesian e vërtet, Jezusin, paqet madhe xhumita. Njerëz të tillë. Pse nga përçmimi, domethënë pse i Zot ndryshoi temën këtu? E përçmuar. E përçmoi shejtani. Përsëris diçka që kam thënë në një video tjetër, po ta kishte krijuar njeriu nga zjarri, prap shejtani nuk do të ishte sejdëzuar. Do kishte thonë unë jam më mirë se jam nga balta. Pra vini re sa bukur i lidhi Zot gjërat. E ndryshoi temën për t'ju thënë që nëse bëheni si Iblisi, ju kapën e masia dhe thoni ky Muhamedi, paqet madhe xhumita, është inferior, është arab, etj, përfundoni me Iblisin në aleancë me të dhe do ta psoni siç e psuan atëherë ata, për cilët flitet në sura 33, përveç xhenemit. Pra vini re Zoti sqaron konceptet, gjërat pa i përmendur fare. I ndron temat, tregon një histori dhe indirekt po ju thot njerëzve të tillë, ju për këtë nuk besoni nga menemacia, arroganca si Iblisi. E përçmoni profetin, paqet madhe xhumita. Dhe vargu 34 thot, i Zoti ju tha, dil nga këtu. Je i dëbuar, je i larguar. Dhe sigurisht mallkimi mbi ty deri ditën e shpagimit. Dhe i Zoti të ka futur tek sura 35, ku thot ndarsi qive dhe i tokës, që e ndan, po themi edhe në kuptim, ndan hinoren nga jo hinorja, dhe këta njerëz do ndahen ditën e gjykimit, do jenë që ndjekin shejtanin, domethënë, si vetë shejtani, do të bashkohen në xhenem. I Zoti na mëson që kur mos timi të tillë, kur mos ta ndjekim, do i Zoti besmas besi. Amin. Dhe vargu 34 ka të bëjë me historinë e popullit tribune Saba. Edhe ata dolën nga një, po themi nga një favor ku ishin, sepse ata kishin një tokë të mirë, thuhet një zot i mëshirshëm, një tokë të mirë, pjellore, gjitha të mirat, por pastaj u nxorën nga aty. Edhe shejtani u nxor nga xheneti. Pra gjëra të tilla, i Zoti mëson se kur mos jemi në aleancë me shejtanin, çojnë drejt këtij përfundimi. Dhe në fakt vini re në vargu 36 çfarë thot. Thot o Zoti im, më jep një kështyrje në kohë deri në ditën që do të ringjallen. Dhe vargu 37 i thuhet. Thotë më Zoti kur i thuhet, je nga ata të cilëve ju dhën një shtyrje në kohë deri në ditën e çastit të njohur. Dhe këtu kuptojmë që shejtani, i vetëm që nuk u pendua, nuk ka hall se si të pendohet dhe që të rikthehet, po ka hall se dhe çfarë kohë të jap ai Zoti afat, ku gjithë do dajmë bëhet Zoti. Do të thënë afati nuk ja zgjidh problemet. Kam parë edhe komente ndryshme me këtë që sikur deshi ti shpëton, nuk ose po ti ishte ringjall ditën e kiametit, nuk do t'i shpëtonte diçka. Po ti jepi kohë deri ditën e kiametit. Dhe ta shikojmë, po deri ditën e ringjalljes. Kjo nuk do ta shpëtonte nga ditë e kiametit, po themi. As nga dëshkimi, as nga xheni. Dhe akoma vazhdon, madje në vargun 39, duke akuzuar Zot ku thot, po ta shikojmë se çfarë termi ka përdorur në arabisht. Vargu 39. Po, i thot Zoti im. U tha o Zoti im, pasi që je ti ai që më, po themi, më shtyve drejt gabimit,
Unë do t'jem ai që zbukuron dhe do t'i devijoj gjithë. Përveç atyre, mes tyre që janë shërbëtorët e tu të sinqert, i majzot a mësot që t'jemi t'il dhe i majzot besmas bezi. Amin. Pra këtu prap shikojmë shejtanin që hapin tjetër, do më thonë, akuzon të majnë zotë, si kur i majzot e ka shtyr dhe të gabimin, të fakt e shtyru me një masia e vetë, për çmimi i vetë, ndaj ju duk vetja më i mirë se Ademi, dhe donte ta hynte ta gjete me të majnë zotë, se çfarë ti i dhuron të Ademit, çfarë mos t'i dhuron të Ademit, këtë krijonte, kë mos të krijonte, si ta krijonte, këtë vendoste më këmbës, etj. Dhe tani po thotë sikur e ka shtyr majnë zotë në gabim. Dhe madje i dukur sikur thotë do t'i devijoj të gjithë. Dhe jo më kot këtu është futur tek vargu 40, sepse i majnë zotë ata që do të kërkojnë falje, do t'i falë. Dhe sura me titullin 40 titullohet Mehmet ma të gjithë falësi, i majzot na falë, na mëshiroft për gabimin që i dim dhe që nuk i dim, e do i majzot besmas bezi duke na mësuar që mos t'i kryejmë më, do i majzot besmas bezi. Amin. Dhe i majzot na mësoj që t'jemi gjithmonë për atyre që pendohen, kërkojnë falje dhe mëshirë nga i majzot, udhëzim. Amin. I majzot na marrë në rrugën e tij sikur do ai, do i majzot besmas bezi. Amin. Pa qenë nevoja që ta psojmë, të largohemi nga mëshiret e majzot, nga faljet e majzot, që të zëmend. Dhe aq më hiq që të akuzojmë majnë Zot për gjëra që si në këtë rast. Ndërsa, me fjalët e veta, po tregon fakt që gjitha fajet i kishte vetë, sepse i majnë Zot nuk do ta pyeste atë se çfarë do t'i dhuronte dhe as që i majnë Zot e kishte shtyr që ai të gabonte. Jo. Dhe vini re në vargun 41 se çfarë thotë i majnë Zot. 41 titullohet Vargjet e shkëlqitura qatë, po ta lidhim me titullin e surat 41. Gjithsesi, vazhdojmë, thotë i majnë Zot, kjo është një rrugë e drejtë meje. Dhe kjo tregon që ju ka treguar rrugën e drejtë. Kur thotë i majnë Zot, kjo është një rrugë e drejtë meje, do thotë që edhe ju ka treguar rrugën e drejtë tij. Sigurisht, mbi shërbëtorët e mi nuk do të kesh asnjë autoritet. Faleminderit majnë Zot, dhe i majnë Zot na mësoft që kur mos t'i japim vetë autoritet, se nuk ka autoritet. Mos ta dëgjojmë, mos t'i bindemi. Mos ta ndjekim, do i majnë Zot besmas besi. Amin. Përveç atyre, që thotë i majnë Zot, dhe në fakt e thotë i majnë Zot, vargu jemi gjithmonë tani jemi tek vargu 42, ku thotë që do të ndjekin mes të devijuarve. Dhe sigurisht xhehenemi do të jetë vendi i premtuar i të gjithë atyre. Ka 7 porta, edhe në çdo portë do të qëndrojë një grup prej tyre. Sura 43 titullohet florizimit, po themi luksozët, dhe jam më kote ka futi majtë të varg aty. Sura 24 titullohet tymi, një ndërshinje të kiametit. Dhe sura 42 titullohet, po themi marrveshja, që merr titullin nga vargu 38. Thotë i majtë Zot, që i binden Zotit, që kryen lutjen dhe që punët e tyre janë një marrveshje mes tyre. A jam më kote majtë të ka vendosur këtë titull. Që e me titullin nga kjo, marrveshje, dhe që e bëjmë me marrveshje me njëri tjetrin, për shembull, që mos zgjatemi, që ka të bëjë edhe me zgjedhjet, nëse ata e vendosin të ketë monarki, nëse e vendosin të ketë zgjedhje. Por që sigurisht e sqaroi profeti Majnë Zot, profeti Muhammed, paqja të Majnë Zot shumita, kur tha që nëse është udhëheqës në një shtet islam, në një vend islam, është një udhëheqje mos u ngrini kundër tij. Po themi, nëse nuk ju ndalon nga namazi. Dhe në fakt i ke rastet sot sa të duash. Se si ka shkuar puna. Dhe vazhdon thotë më thotë që japin lëmosh nga ajo që ne ju kemi dhënë atyre. Pra kjo tregon që edhe këto veprime janë mbrojtje ndaj cytjeve të shejtanit të mallkuar dhe i majnë Zot na ruajnë nga cytjet dhe prezenca e tyre afër nesh, do i majnë Zot besmas bezi. Amin. Ndërsa në vargun 25 i majnë Zot sigurisht të devotshmit do të qëndrojnë në kopshte ku ka burime, hyjnë në paqe dhe siguri, vargu 26, do të kemi nxjerr nga gjokset e tyre çdo hatërmbetje, do të ndihen vëllezër përballë njëri tjetrit në ta quajmë po e quajmë ndenjse, dikush e përkthen divane, dikush shtretër,
Këtu për shembull e përkthen Triklini, hebreu musliman Gabriel Mandel, dhe jo më kot është tek vargu 47, që është me titullohet sura 47 me emrin e profetit Muhammed, paqet Madhe qumit ta. Dhe i Zot na mëson që ta marrim shembull, që ta zbatojmë fjalën e Zot sikur don ai. Marrim shembull më të mirë, shembullin e profetit Muhammed, paqet Zot qumit ta. Do i Zot besmas brejsi. Amin. Dhe vargu 28 thotë aty nuk do t'i kap as lodhja dhe nuk do të nxirren më, nuk do të dëbohen më nga aty. Dhe vargu 29 thotë informoj. Subhanallah. Thotë informoj shërbëtorët e mi që unë jam falsi mëshiruesi. Nga ajo që tham, që profeti Muhammed paqet Madhe qumit ta tha që kur shejtani tha ashtu, i Zot tha po më kërkuan falje, unë do t'i fal. Dhe ja, i Zot domethënë po themi i thot profetit informoj. Por gjithashtu e vazhdon në vargun 50 që thot por edhe që ndëshkimi im është një ndëshkim i dhëmshëm pra të dyja. Dhe sigurisht në vargun 51 thot dhe informoj mbi mysafirët e Ibrahimit, paqet Madhe qumit ta profetit Ibrahim. Kur u futën tek ai dhe tha kemi frikë nga ju. Than ëngjët mos ki frikë, të anuncojmë të japim lajmin e një djali me urtësi. Tha ma lajmëroni, por kleqëria më ka prekur. Çfarë po më lajmëroni, çfarë vallë po më lajmëroni? Dhe ata i than të lajmërojmë të vërtetën, mos i nga ata që dëshpërojnë, që humbin shpresë. Dhe kjo është në vargun 55 ku titullohet me emrin e Madhe Zotit Gjithëmëshirshëm. Dhe në vargun 56 tha profeti Ibrahim paqet Madhe qumit ta. Kush e humb shpresën nga mëshira e Madhe Zot përveç se të devijuarit? Dhe sura 56 titullohet ka të bëjë me ditën e Kiametit. Dhe i Zot na mëson që kur mos jemi tillë, që ta humbim shpresën nga mëshira e Madhe Zot. Do i Zot besmas brejsi. Amin. Dhe tha tani jemi në vargun 57. Çfarë doni o të dërguarit e Zotit? Than, jemi dërguar tek disa njerëz të ligë, përveç familjes së Lutit që do të shpëtojmë, përveç gruas të tij kemi vendosur që të jetë mes të vonuarve. Pastaj vazhdon thotë Zot, kur të dërguarit arritën tek familja e Lutit, këta than, na jeni të panjohur. Dhe ata than, jo, kemi ardhur t'ju sjellim ato të cilin ata dyshonin. Vim tek ti me të vërtetë. Ne jemi vërtet thënës. Dhe tani i tregojnë në vargun 65 ku thotë bëj që të udhtoj familja jote në fund të natës dhe shko pas tyre, dhe që asnjë nga ju mos të kthehet pas. Shkoni atje ku ju urdhërohet. Pra kjo tregon që edhe u ishtin urdhëruar se ku duhet të shkonin. Është jashtëzakonshme pra kur e lidhim me sura 60 që thuhet për gruan e profetit Lut që do jetë nga ata të vonuara, do të thotë që do ngelin pas dhe që u ndëshkua, që në vargun e parë në sura 60 i Zot thotë o besimtar, mos merrni para aleat, armiqtë e mi dhe tuajt, duke ju shfaqur atyre miqësi, ndërsa ata nuk i besojnë në vërtetës që ju ka arritur. Edhe tregon që u sollën keq me profetin e tjerë, siç u sollën ta keq me Lutin. Profetin Lut, paqet Madhe qumit ta, dhe kjo shkoi dhe ju tregoi atyre që kanë ardhur ca të rinj, sepse ishin në formën njerëzve, ju dha Zot formë njerëzish, ëngjëve, që shkuan tek familja e profetit Lut. Dhe ata vajtën aty duke kujtuar se edhe kështu u ndëshkuan ata dhe kjo grua. Pse bëri aleancë me jo besimtarët, që mohuan të vërtetën? I Zot na mos afçku mos jemi tillë dhe doj Zot besmas brejsi. Por sigurisht po të ndalim të gjithë numrat, do Zoti në një video tjetër, nuk ka lëj kot i Zot, edhe tani në këtë rast nuk ndryshoi kot i Zot tem. Dhe me që faleminderit Zot madje mbrastisi me dikën pak para sa çashtesh që deklarot veti krishter dhe që më tha tekstualisht, tha edhe Isa, Jezusi, paqet Madhe qumit ta, ka paralajmëruar që në kohët e fundit do përhapet shumë, edhe homoseksualiteti. Dhe jo më kot e Madhe Zoti ka futur në këtë sura. Dhe që ka të bëjë edhe me ato që thash kanë lidhje këto pesë sura së bashku.